Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndet jemi, qëtemi sot do e kemi fshatin Medvec, komuna e Prizrenit. Po shkojmë pak pomje nga fshati, ju pres atje. Ja ku jemi me juve, po e komentojmë fshatin, fillimisht më duhet me cek se kemi qetësi, po nuk do thot që ka me mbet kështë, se tash e dini ku do që shkojmë na e ngjallëm atmosferën, ku ne kemi ekstrem nxehtë, nuk e bre çështë me nxez, por që po ka ndryshime të temperaturave, jem të e po një, me nxehtë jem të po. Ha? Market, po, market. Ndi, unë jam të mundu me hek të zadrug. Shtëpia, qka vlen me cek, pastërti ka fshati, infrastruktura nuk është nivel fokus, ndi, ka qarje, pra të asfaltit, shtyllat, elektrik po mbjen kon. Të paska që uri që atë, shtyllat elektriki kanë të vjetra. Vetëm shtëpi momentalisht kemi në këtë pjesën, lëvizje kemi gjatë gjithë kohës, hajde po shkojmë, po i takojmë banorët, fillimisht po mundohemi me i gjetë, se ku mi taku ata njerëz. Por që duhet me ju hy në përoborë, edhe me trokit si gjithmonë, pas kanë edhe biznese, apo ndoshta i lidhë ndo një rrugë, atje me rrugë kryesore, se, po, Prizreni me fshatrat e bukura, bukur kohë, nuk jemi konë në Prizren, e lejshëm të shëna zgjo. Hajtësët, hajtë nesër, hajtësët, hajtë nesër. Kje pjesa është e shtrume në kubza, apo shkojmë kështu? Hajtë, atë në zanë. Hajtë. E gjithë kjo pjesa është e shtrume në kubza, po më pëlqen, të shë, një dëshmure pas kemi, ishte të mikë për pak, por ja që ju, Mirshet Krasniqi. Kë pas ka vdek në 2008 një shështari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pra ka qenë pjesëtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por që ka vdek në vitin 2008. Respekt gjithë dëshmorëve kudo që janë anë mbanë Kosovës, cilët e kanë dhënë jetën për lirinë tonë. Ne po vazhdojmë të e pa një lokal. Shkojmë. Një ekspres, po që, të ta porositjem. Oj, zoti shpis, kur qonë klientat. Përshëndetje, a do një mësafir? Me Kamir jemi, si je, a jemi një Torontina. Përshëndetje, o të boftë, mirë bosi. Zaim Kastrati. Si jeni, Torontina? Shumë mirë, ju si jeni? Mirë, faleminderit. Si po kaloni? Shumë mirë. A jeni mirë? Mirë, krejt. Urnoni? Faleminderit shumë. Do shtas po ju pengoj? Jo, absoluti, na jemi pi Zvicës mërgjimtar, jemi ty pushu, kohë kemi boll. Sa kom qef me fullën në mërgjimtar. Mirë se keni ardhur, se emisioni ju është emisioni qëllum. Emisioni më i mirë për momentin që shikohet, dhe nën Gyrbet kemi marak me pa ma shumë emisionin e juj. Bëhet shumë qef, e vlerësoj. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë. Është kënaqësi e juna. Keni ardhur. Fillimisht po ju pyeti sa shpesh po vjen në fshat në Kosovë. Po tash me këtë moshën që e kam unë diku ka 3-4 herë në vit vi.
pak ma shumë, se punoj ma pak. Po, sa herë të vim ka surpriza, ka rregullime, fshati është mirë, gjendja është mirë, rrugët janë të mira, infrastruktura është jashtëzakonisht e mire, nuk kemi ankesa kur gjë. Për neve mërgjimtarët është vendi më i mirë. Gjitha këto janë të rëndësishme, por më rëndësishmja është banorët se si janë. Kjo më intereson fillimisht, si janë banorët në këtë fshat, për çka njihen. Janë mikpritës, edhe pse jemi në fillim, po më duket që gjetëm pritje të mirë. Janë mikpritës si gjithmonë këtu. Ky fshat është gjithmonë mikpritës, po edhe ekonomikisht janë të mirë. Nuk vujnë për kur gjë. Nëse thuhet që një fshat i përparuar është ky, fshati Medvec. Njerëzit janë punëtor në këtë fshat. Punëtor janë, punojnë, qarkullojnë, konflikte në mes nuk kanë, mosmarrveshjet mëdha nuk kanë, kalojnë si është më mirë. E gjithë kjo lëvizje që po e shofu me kamion të mëdhej, kanë biznese të veta, po me çfarë punë mirën ma shumë këtë fshat? Po këtu, ky fshat ka qenë përpara me bujqësi. Tash pak ka me bujqësi, po kanë firmat e veta, ndërtimit, firmat e rrugës, firmat të ndryshme. Edhe qarkullojnë mirë, edhe jetojnë mirë. Në përgjithësi Prizreni kështu me bizneset veta, njerëzit janë shumë punëtor, zgjon shumë herët, dalin punojnë, për ato është edhe probleme i taku. Tash sot është moti mirë, përgjithësi mirë, jetojnë mirë. Fshati jetojnë mirë, kanë gyrbet shumë, ajo është pak ma brenga ma madhe që shilen shtëpiat këtu, po thojnë këtu diku 60-70 shtëpi mbyllën, dhe kështu që ajo është, tjetër gjë s'ka. Këta janë punëtorët më të mirë të rajonit tonë, që punojnë, po ajo është problem, po derisa na, për mërgjimtarët, që ka jemi në gyrbet, marrojmë shtëpia, blejmë banesa, bëjmë diçka ajo është e mirë, pozitive për fëmijë, për nipa. Se nëse i ofrojmë diçka, i lëm diçka ta kthejnë. Nëse nuk i lëm kur gjë, nuk investojmë kur gjë, ata nuk kthejnë. Por në anën tjetër edhe e mirë për neve se po na shtrëngoni pak financiarisht. Normalisht sa i lën ato pore në Zvicra, Gjermania, eks-shteti, i lën Kosovë. Ajo është pozitive për neve që na duhet gjithë me kuptu investimi duhet më bën në Kosovë. Unë i kam 36 vite në Zvicër, edhe nuk më ka shumenja kur që mu shkut prej Kosovës, mos më këty kur as menja se më ka shku. Gjithmonë e kom pasat interesin tem, interes familjar, me jetu sa me jetu, po më këty këtu. Mos me haru vendlindjen. Gjën t'i kura? Edhe pak. Edhe pak të më këthy. E sa t'i bën milionin. Nej, se milionin ashtë e ka po 2-3. Mua çka po më brengos ky fshat, shumë rini po e lëshojnë fshat. Kam betë shumë pak. Edhe nuk e shot arsyeshme se nuk o që jetohet keq. Edhe me këto paga që kanë ndryshu tash, pagesat janë mirë, nuk janë mirë nuk janë kur. Po janë mirë për me jetu, tash me 2 rroga dhe këto. Mos t'i harrojmë çmimet. Njënë në anë janë rrit pagat, po në anën tjetër janë rrit edhe çmimet, që i bjen njëjtë. Situata vazhdon të jetë e pandryshueshme për shëndetin. Nëse këta gjithë koncentrohen në punë, përqendrimin e kanë në punë, pagat lëvizin. Nëse veç shkon sa me bë kohë, dhe paga nuk lëviz. Nuk lëviz, se puna duhet mu kry, puna duhet mu bë, edhe çdo gjë që bëhet me djers, me mundim, ajo shpërblehet. Shpërblehet. Edhe ne besoj shumë. Çdo gjë që vjen e gatshme, e gatume, si kanë thonë përpara, ajo nuk ka vlerë. Nuk ka vlerë. Vlerë është njerësa. Ka njerëz që i den njerëz, ajo është vlerë. Ajo është halal. Fëmijë? 3, 2 djemë dhe 1 vajzë, të martuar, në Zvicër jetojnë të 3. Ju familjarisht komplet jemi. Pa jemi atje, unë për moment jemi në pushim me shoqen këtu. Edhe besoj që të 2-3 ditë vinë edhe ata pak në pushim. 5 nipa edhe 1 mes. 6 herë gjysh. Mashallah, se kështë e ri po dukni, por që... Po qashtu në ka dhënë Zoti, në ka shpërbly se për me punu kemi punu balë. Tu i sfidu vjetë sa të mujtë. Po, se kemi punu. Prej punës, unë e thamë kështu, prej punës
as nuk plakësh, as nuk vdes kërkush. Puna të mbon. Puna është e detyrueshme, mos i kemi lidhë duhet me punu. Po me punu me nder. Vetëm nderit, man. Edhe është një shkollë këtu një 2 kilometra prej neve, parafërsisht qaq duhet më konë, ato kemi ndërtu krejt na. Asnjë, më thonë ty, asnjë cent, asnjë rap nuk ka dhënë komunja, nuk na ka ndihmuar shteti, po të thëmë për të kalumën, na kemi investu një shkollë të madhe, që ka kushtu bukur mirë, edhe sot kanë ardhur koha mas luftës ka ardhur puna edhe ma mirë, edhe shkollën e ka ndërtu komunja, një shkollë që edhe në Zvicër nuk e kanë, shkolla është shumë e mirë, ndërtimi është shumë kvalitet, edhe një fushë sportit aty ja kanë bashkangjitë të shkolla, edhe ajo është shumë kvalitet që edhe në Zvicër ma mirë nuk janë. Edhe rrugë si që pishini ju këto investimet të rrugës, edhe në Zvicër ma mirë nuk janë. Na duhet më konë shumë të knaqen, shumë me fatë komunës Prizreni që kemi pas një komunë që ka punu me men, ka investu me men, me kanalizime, me ujësjelës, me gjitha i ka bo prej komunës. Nuk kemi investu na shumë në për rrugë të fshatit, s'kemi na qytetarët e banorët, më të thëmë fshatit me dvis, nuk kemi dhonë ku me ditë sa. Se na ka ofru komuna. Se ju, por që mërgota ju gjithmoni një konë një dure zgjat me për neve. Në ditë ma të fështira ju e keni të regu vite. Na kemi pas obligim. Obligime kemi pas se ju jeni konë edhe në situatën më të këqija se na. Se ju jeni konë në kohën e luftës këtu. E koha e luftës nuk krahasohet me njën Zvicër e me njën Kosovë që ka mëri. Se ju keni pas ato sakrificat e juja, ka pas viktima, ka pas të merë. Na se kemi pa. Na kemi pa për mes televizorit. Edhe nuk mujmë na mu krahasu me ata që kanë jetu këtu. Hajde thune, një 3 fjollë të mdoja. Përshëndetje, si jeni? Emisioni ma i shikuar Allah hile, hajde. për neve, për emisioni ma i mirë. Ja nuk t'lone me rajt? Ja. Ja. Po si jeni? A jeni mirë? Ka pak, ju e një Qishko mirë. kaloni? Po, si zakonisht, mirë. Mirë, nuk o keq. Shqyqe. Si mas moshës beto. E tash, shka me thonë tjetërën, shnosh jemi ratë, jemi, Kom tua, po? shtetin tonë e kemi. A ka më knashti? Jo, s'ka Nuk ka. vëlla. Ma mirë zbën. S'ka, ma mirë nuk pohet. Mu më mërë menetër, që nuk o qashtu po. Ky ka përjetu ma shumë se na regjimin e të kalunës ka bashkëpunu me ta, ka bashkëpunu në punë fizike, se kanë pas vleshtaritje në kone, ky ka qenë punëtor aty, ky ka pas raporte ma të shpeshta dhe me atë komunitet sërbë, edhe i ka ditë ma mirë se kush janë e tek janë. Po ka pas fat që ka pështu edhe ky. Ka pas fat e sot që është nash, është mirë, është edhe... Shati ashtë ka një dëmtum shumë. Koni kallën, po kështu më duket 2 apo 3 viktima. Vetëm 3 shtëpi nuk unë pa u kallë. Qenet krejt. I kanë harru që të të rria. Jo, si kanë arru, po jo nuk unë pa vjetra dhe Po dhe si kanë si kanë interesu që është fort. Për nërshë tjera të këtë kënë të kallë. Krejt. Por që ju lumt keni arrit me marrë vetën, me bo ndërtime të mira, një jetë e mirë, një fshat i lezetshëm po duket, edhe çka më duhet një përgëzu për mirëmbajtjen, pastërtinë e kishit nivel. Se në kudo që shkoj, mas pore e këtyri bërllugun. Po. A kanë fshinja, s'kan fshinja. Edhe në shpiku është të miku ose të në shokë, nëse në fillim djerës shoish pa pastërti nuk ka aty regëllë. Unë kur të hi dikuj në shpe kam kështë princip nuk qyra ka fshia ju, se e rëndësishme që më ka shti mrena. A jashtë shtepive po. Na jemi prica, na për punë. Njihni. Jemi, na podrimja na thonë si podrime, neve nuk e di se që shka me të kujemën, po na jemi prica. Si keni? Sen nuk në mungon, për vetëm pak në mungon me menqërije, ment. Në mungon, se tjera të këtë i kemë. Në fakt i kem, po do të mishtim për dorim. Mos lufte, kanalizim as prezenti s'ka pas kur kemi pas na. Tëni i kemi shpinë e kulturës. Unë thëmë, për mi 4-500 mire ka kushtu, drejtimi. Kemi shkollën, kemi e balantën. Tonat i kemi. I shkolla është vetëm fillore, apo edhe e mesme? Që këtë të dveqara, s'ka ma tjepër. 9 vjetë. Nuk ka ma tjepër, po... Ma ndej dalin Prizren, a? Po, në prezent. Prezent, shkojnë atje vazhdojnë atje veç.
Këtu, nuk di që kem diçka mungi. Me rrymë, me ujë. Tash na vjedh ujë si asaj për edhe 100. E kanë qitë veç rjetin, po ujë në rrë se kanë qu. Krejt e kem, krejt. Ujë nuk e kanë qu ende? Jo ujë e kem, no. E keni po, kemi ujë ku qelë. furnizohni? Furnizohemi për fshatit, tu bunorin e kem poshtë. Po te me poseta, me bunor. Po. E kem bunorin e fshatit, po për ndryshe, është atë rjeti që ka artash rrëdhe 100. Me lëshu se kanë lëshu ala. E tash me që i keni gjitha elementet bazike për jetesë, pse është braktisë fshati? Cila ka qenë arsyeja, po? Po në 100 herë ma me jeto që do se në qytet. Shumë falënderit. Ishte shumë Keni bërë shumë mirë që keni ardhur fshat më na vizitu. So i keni vizituar me siguri 100 e kusur fshatra. Edhe 152 A i litri keni sot bo, i i kum keni publiku, i kum bitis. Edhe na kemi pas nevojë për një emisionin e juj, po inshallah ky emision nuk ndërpritet, po veç vazhdon më rrit. Larga asaj tu më më rrit çdo ditë më shumë. Përshëndetje, si jeni, ajni mirë. Me shtash që përshëndetje, si jeni mirë me shëndet? Mirë, faleminderit. Shumë mirë. Po gjini, ako. Po, i nxjerrëm na prej gurit, i gjojmë. Nxirrni ju, edhe keni zatet në gjin. Po thua, Por soda, për sot finish, e kem kry. vallaj, po që as nuk na përshëndeti, veç për me danë televizor. Po nuk ju ka pase me shpinke. A më shpinë Coca-Cola? Po mirë, Mos tash ktheu knej me shpinë. Kur ta ngosh mbrëmje, e thosh ku më ngua? Këtu dolin telefon. Po edhe në telefon dal. Edhe në telefon aty ta gjejuni. Ku di me gjetum? Ta gjejuni. Qëtë ma telefonin qëtë? Ma telefonin. Që? Ju me ta kontrollu që e mërti telefonin ma të mirë se temin pa shaz Ja me zotën. ka shkamos. Je, nuk jene, je se tutna me vo me kësyna i sen. Jo, më... Heja, ta kalëshu bateria? Po, ka lëshu krya jam ose bateria jo. He, që YouTube, që? Pikajtin. Që ku ta qëtë me një herë të porën. Po e kyks. Qëre, Qërut me qiti pisa bajt, oj une nuk motë. e di oj mot, nuk e di qësh nuk e po këtë emision. Në sekund ta qiti. Që shkeja më një. Qërë, Thirë ju, katuni jem. Ka i kino që kjo. ka të me jam. Jo, së katuni. Emisioni e ka emrin katuni jem. Emisioni që Katuni jem, që në vizitoj këtë Je që po dalish për Po, shonjë. unë jam qaj që po dalë. Po, sa dalën me. Po, dhe. Po bash sot e kom qyrë, çfarë borri, çfarë shtëpie. Ja, po të pëlqen? Po që po m'pëlqen, për që ato e Së këqyrë. njofte kështë? Ku më të njohë të ishru tu me këto dhe ti. Jo, kjo ka pa borën tonë me bazen që është. Ku. Në bazen. Ajo mush me fleta këtë lomë për çfarë bazeni. Që ta u sudita tha shysh nuk na ke po. Jo ma që jo, pasha zotën, po me qëto tisha të ziza, po më do Ja pa shazët e këtu për herë të pori kum vishtat. Po nese, që si në gjyre. Kredi, halo, bili, kredi ku morë për tu. Pikajt jeni, pikajt. Unë e vi nga Istugu. A pi Prishtine, a pi E Përzajt jeni. jetoj në Prishtinë. Ka i stoku? Unë e vi nga Istugu. O, mashallah. Po jetoj në Prishtinë. A, keni po miq një stokë jarona, kemi bre. po, a javdi emnat jo. Në emnat që javdi. Shumë më kanë premtu i stoki. Erë me marrë një marhom që tu, ti një kujqi. Qka është marhom? Marhom është me të feju Fjallnuse. fjallë. Se nuk e kuptuava. Nejse, kam jetë që Tani ashtu. që e gjete, Po, mirë kam është. jetë u gjithë për njeri. Edhe me marrë dhe mu më qëshin qilët, maj madhe i qilo ati, në qilë. Një një theke, atë bëca islam e kom emni, po isë më thënë këta. Gëzëks. Këta. E këzoshe kom gëzu, mo ka shku. Ata i marrin vesh të fjallë. Po i në oli, po bos në ti marrën vesh në këqyrin. Se qka i morën vesh, se a ka diçka që nuk do të morën vesh? Jo, ka, Shumë të folë. E kanë premtu. une pilivdoj. Ah, po. Po Pili ju bën vdoj. selam. Po jo, po se jam në tipin një vdi që e kom, së di, që pa mërtez më ta minjoni, nuk e di që pa ta. Edhe? Edhe njoni pa thot, atë pa sa kam këmë të adhon një kinq. Kinq, kur një qetri pa thot, atë une peshit, këmë të thonë pënoj të peshit. Jo thash, ju edhe bikin keni ma dhonë sot, se se keni marrë alet fejesës.
Fjallën se kanë marrë alat fundit. Kaj tash keni mi premtua. Edhe, inshallah, mojnë fjallën në zatit që më në jeri. E ku ka ndodhë kjo që sa vjen? Që se ka një javë? Se ka një javë? Jo, për se ka 2 javë të Ja, ja ka shpresat mdoja që kemi marrë ato. E stokë kur të jep fjallën në krymë abeti. Po, a? Aj, pa. Jo, ka Unë mundë kur që. të thëmë njët vinë mshat, o zhak vi dhe e mboj fjallën. Ti, unë kom shoqni në cilë Zvicër më konë unë. Kom pënuar, tash mo jo. Ama të strelëcë, ja di shku. Po, në i kape. Ti dëqoni, po. Për te dëqonit për një që ty. Shumë burat mirë të fjallës, me të vërtet fjallës A janë. janë tamam burra ata. Pasha zotën për Sa ata. ki livili? Ata i kanë odët, në për odë rrinë, nuk rrinë që këna me graha, me... Mara oda sa dush kur nuk rrishti. Fjallë të odave në kanë zonë vend për para. Ata i kanë fjallët. Ju më faleminejë shumë, Faleminderit edhe e juve. kalofshit si u ma mirë. Faleminderit. E gjithë mirat ju gjithëshin. Gjithë jo, veç Amin. mua tyje. Gjithë, E, inshallah. neve dyve tani. Jo. Zot ja do shëndetin e krejt mirat. Vazhdoni ta përcjellni emisionin ton. O, për unë që të punë, unë televizor nuk kom. Se Për unë me çdo për të thëmë. bëj skandale. Televizora kom, po nuk i këqyri iq. Hiç veç më këtyre. Ja, valla, që veç mu këqyri. Po, veç mu. Po shodhe në televizor, që. Po dalish e para. Po, vallaj, për dit, po dilshe, për në me, inshallah një mirë gjithmonë. Faleminderit edhe na për juve. Kalofshit mirë, e gjithë mirët. Përshëndetem. Hajtë, rruga marë, kalofshit mirë. Miru pofshim, faleminderit shumë. Me Bacin Vehbe, po e vazhdojmë edhe për pak qaste, se më tregoj që gruaja ka dëshirë me më po. Po, Po shkojmë, po ja bojmë surprizë, veç po e përshëndetëm. A bën kështë? faleminderit, po. Po, si jo. S'ka problem, kur fa problemi nuk ka. Vetëm ju falenderoj që jeni interesu me orë me vizitu këtë fshat, se me të vërtet ka pas pak nevoj. Se ky fshat sa tash është pak shumë përparim. Me krahasim që shukon para lufte. Po ta shumë mirë, nuk o keq. Shumë mirë. Edhe për neve është kënaqësi me orë në fshatrat të ndryshme me njerëz shumë të mirë. Mikprica. Kryet me nuk ka me asë ne fshat që kemë diçka të thonë, ha? Po, mirë. Unë po i shoh 2 shtëpi, cila është me ty. Të dy jetën të mjetë, Të dy, Baci Vehbe. që ajo djallet vogël, kjo djallet madh. Djallet në madh kom në Itali. Me këtë familjen, unë me plakën jetoj këtu, ani në djalli me gruën e vetë, edhe me gruën e vetë, unë me tëme. Kështu që, Kënaqni që të po, bashkë. shka me po. Tash do të më thirrën e zoja shtëpisë, zotin e shtëpisë e gjeta. Po. Tash do të më thirrë zoja shtëpisë. Ledion, thire në ras. Përshëndetje. Si jeni? Ajni mirë, ajni lodh. Ke qika? Haj që po afrona veç po e përshëndet. Edhe ma thirë nonën. Si je? Mirë, ti e mirë? Jo? Po, mirë. Familjen? Mirë, Qish po kaloni? mirë. Ju, me familje? Vetë? Apo na thirë gjyshen? Shko thire. Te përshëndetëm pak edhe po ikëm. Qa po bani, qa po vyni? Ordna? Në falë që të kërë unë i graj, Po, a? unë e këqyri, e shumë njerëz po më thënë, Baci Vehbes për ta blenë djemë në i kërë më të ri. Po jo, se njerit më shurë nuk e vynë gruereje. Po dhe kërëri nuk e vynë njerit më shurë. Po je zoja shtëpisë. Apo më nje? Që ta pruni dërën tine në shpe. A je mirë që shi. Mirë si e gjetëm. Më tregoj burri, tha, qa ke thonë gje për mu? Po, po, vallahi, po. Ajde, shtë. Po, edhe të folnin mirë, edhe me nejtë mirë, edhe me ne përqafe, me ne deshte, jo me nejtë. Menë e Ja, madhe. menë të madhe nuk kam nevojën e me ardhë këtu me prunë të jë. Dërëntin, Hajde, që pjo hinë në mes, hajde këtu, ku pëtën? Që të nga të mi. Dërëntin, une jom shumë tolerant sasha dhe poshtë, si dhe mos ka grye që në të tregon vetë, 60 vjetë i bunën bashkë, në thot një herë një klok fjallë popullore që e këmë ormë. Në thot, kur?
Se kom mënu që duhet me jetu. E jo mu nga smu më njëri tjetërin. E vërtet, ashtu dhe do të që sa familje mirë. Jeta është e gotë. Një që krijon familje me dikon, a nuk vonë më koni ka ca fytën. Qashtë. Duhet me pas jetës mire. E unë e falenderoj edhe Zotin që na ka dhënë shëndetin, po edhe djemë shoqërë. Edhe tash e keni fëmijë. Fëmijë në kanë rrit, i kum rrit. Patë. I kum rrit të mit, edhe të nusëv. Edhe të nusëv që në gërbet, na kanë shku krejt. Po na thirin. Po më në me shku, me i vizitu. Po Tash pështem. Ai që ky që tu që jemi, si qani na e na konë, po tash ti më si na mor ky, edhe shkum. Ka arë me gjithë nusën na ka marrën. Me aeroplan. Jo, ko u bëk shumë, i tha, që shkaj për thëmë, tha, në qëndë, tha, ka një trotesh, shtini edhe nesër, na veç këna me hezë, ma ti jo, thash. Sa mi ka ardhë ku për juve, për shku. Pak me shku mi po fëmi, Më ku që po 3 jetojnë. herë po shkojna me aeroplan, po. Na jemi 50-50, unë me gruën. Po, a? Po flitet e fjale 50-50. 50-50. Po, 50 jemi italian, 50 jemi shqiptarë. Se kemi edhe letrat përgjithshme. Dhe Gjermania kanë ky din ato të mirat e të këqijet, nuk o kanë andi veç këtu, s'ka dalë ma largë me pa që shonë për me grue. Kanë Gjermani 6 E vjetë ka po botën, ka po njerës në ndryshëm. Në partije, kur po më thot ku tha lumja e non që pas apo, ti ishe në përfush. Lumja e non tha që ka bu ka qik. Tha shti grue, pse ti si ke bo? Tha të mirat nuk kanë dasht. Tha, e ti shka thati? Jo, ta ka dhonë Zoti, po ka dhe vetë. Po, normal, na ka dho Zoti pak prej prindve, pak mundësia, ta na këtë bohën bashkë edhe. I stovit thot je ju. Pak punën e ka bo, sa në për shtete, në për shumë ka punu, po që dhe Zoti apshe që shpja jep, 80 vjeta sa shnetën, edhe halo kerrit që pigra. Po, apo të shëtit në ikon. Po, maj, po dalmi për dit, veç që ta shëta thëmi, që sa deshtë me dalë. E mi u thirën e me pi kafe kështu a venin Prishtinë. Po, dolim. Delni pi mi kafe. Po një kafe në Prishtinë nuk vim, po du më thonë që më në rapu, unë më një marë, në aeroport Prishtinë. Se për i kafe... Ne i dork, ani dhe që edhe dork së në nuk u rritna. Ja, mu ngosht së më gjallë. Fale, mine, se për darke, për krejt. Po, te në Malishe, po shkojnë, bolë Malisheva dhe largë. Kundra që shon i plak, vjet i ka mosha, ka punu shumë, është vëlla i dërmun. Po, zoti që, apet, ma i forë se une. Ishte shumë knaci. Ditën e mire, kalofshit mirë. Gjithë të mirë. E inshallah, apet, shihmi për të mirë. Inshallah. Në verë, kur të më vinë krejt. E, ani thirna. Nisat. Thirna të herë mëj me ardhë. Edhe e që mundtojmë na i fli bashkë. Faleminderit pa fond kësaj familje, ka që dashtme. Pas si mund t'jenë familjet shqiptare ndryshe. Në koment. Po vazhdojmë me që të mi kështë drejt, nuk e di a ka shtepi, por gjithsesi këtë rrugicë. Po shkojmë, na del na i bere qëtë edhe kënej. Edhe nëse nuk kem se për çka me komentu për fshatin, do i marrëm pomjet nga i gjithë fshati. Ondi kësha trukit edhe tek hajtë cila eldëm vazjes. Që kje pa të fatin. Dhe pse po duket, s'me qenë, mas po i qështë po se t'jenë të qenë. Hajtë për adet. Oj, zoti shpis! Si hajnë. Kujde sondi, se po rotulloshkon. Për shëndetje! Me juve bisedum! Mirë si ju gjetëm, zoja shpis për shëndetje. Si jeni? A je mirë? A je lodhë? Mirë ju? Që shpo kaloni? A me të folët njërë në shpia ju? Në shpi, ma mirë 2 herë me folë se hiq. Po, si jeni Po se në shpi, mirë, falenderit. Ju si jeni? Mirë, falenderit. Si po kaloni, a ulmi pak? Ma herët po. Keni pak, ko? Po, pa tjetër. Mirë si ju gjetëm. Eja, a i një koto e prit në i mësafira, mos të torë në i kush?
Mos... Ko pak ma shumë. Edhe thash kushdo që vjen Po se... po shallon apo... O, afroje unë diqtë. Që po shallon që qa I gjitha. Më falë se ta mura telefonin kështë. Jo, inqizim është kur drunë për merë mallin me shku, se është e Grejkocit. Ti thonë ma mirë po m'del llogari më ta lshu emisionin, se me të qu atje. Se po m'del ma shtrajt. Ju kum E kështu po thëmë faleminderit për emisionin që keni bo komplet, edhe për këshyrim emisionin këtu se me shku shpesh po argjem naftë dhe ta shtrajt. Apo e shini për çfarë vlerë kam sa paret ja u shparitu në më zveçu grunë. Ej, a di çka penolëm se po fol shumë ç'kje. Ç'kje çika është në telefon po fol shumë. Me vlerë. Po fol shumë. Edhe po më përzihet me të tash. Mos te kopjoj. A jeni mirë? Mirë. Çish po kaloni? Po mirë. Tamam po vret që është e Grejkocit se jenë kon kështu shumë njerëz të mirë. Ta ma qarë. Ja ta maqor ju pedonta po. Që na... Faleminderit. Qyre, kur kam shku unë, më kanë pritë shumë mirë. Ata mundën me konë është shumë ta maqor, por që unë se kam vrejt. Ku me ditë ata e kon nipat me dvecit në shtatë të bëjt mirë. Mëse ngutës grumë, mëse ngutës. Se që është gjuna unë të ngutësi për katën tonin. Qështë po kaloni? Po mirë, faleminderit. Me pushime? Mirë. Se më tregoj që keni orë në pushime. Po. Qështë po kaloni? Mirë. Me punë ajen 2 shtëpitë e juve? Djemve. 2 djem. Edhe jo është djalit bank, kjo djalit vogël. Po, shumë mirë. Edhe një vojzë patet. Ku e ka vojza hisën? Vajza e ka marrë hisën atje të burri, se me jadhon hisën të baba, tani shoj ke zingjir, lypshin edhe motrat, edhe shoj ke një zingjir shumë I fellë dhe krijojsha probleme. E kështu thash vajzat adish boll kanë shqyqyr atje, edhe vetë po punon, edhe vetë është kontribuse e mire, ka rrogën e mirë, edhe ka vendin suarek të burri. Se do të me praktiku edhe pak për neve. Diçka? E kemi ato parasysh, vajza ka drejt me arë një njaftë ose 2 njaftë, po jo ma shumë. Me konfizime, a? Po, mundësisht me arë mëngjes të imra me menajt edhe me shku shpi. Ani bol, me mëngjes dhe mbromje, shumë. Ani me pas fëmi, ta blokojnë krytë. Shka me pas, qërësi këtë edhe vajzat. Edhe vajza është e mirë për nanë, për bakë. Vajza është shërbeti baklavas. A ma bashkë është të vërtete, është. Shka me po. 2 herë në dite fol vajza me këto, e 1 herë njaftë folin djemët, me shoqën. Me mua folin është çdo 3 ditë vajza e çdo 1 muj djemët. Dyshy, 1 muj është balë, nuk është shumë larg. Si bobi jem edhe ajtat nënën për thirrën çdo ditë, mu marrall. Edhe bobi jem shumë Po vetë për kallzon drejt me siguri, do të çështu. I them po ti çësha jam informon shpejt për gjithçka, ju më shkojt ma nuk keni nerva. Po s'po na thirrin më. Njëre pa ta lëndu dorën pak në Zvicë se po të marrë pak kohë. Jo. Edhe lëndova dorën edhe 2 orë 3 unë në spital, më thiri vajza 3-4 herë, thash hajtë se kur dalë, le emëroj. Edhe djali njoni më thiri mas një 4 ore, a I tjetëri tha mas 2 dite kur më ka thirë, s'deshta më të bo shtres adin, të thira mas 2 dite. Pa, para mendoj unë isha në emergjencë, edhe a I tha mas 2 dite. E tani thash, kom gabu unë që të kishe le vajzë, ma mirë u konë për mua se më kishe thirë edhe ti ma shpesh. Po kështu është e djemët. Por që vojzat janë gjithmonë ma të dhëmshme për prind, janë ma të ndjeshme dhe janë ma dashtme. Ma e do pika, ma e do të jenë vajzë. A duhen njëtë si vojza se djali? Se unë djali kam po vojzë ju, nuk e di. Inshallah ka ymrin. Për bez duhen krejt njojt, po tani që thë ke baba emra me të lija, thë ke qyshe bon vendin. Ta emisionin që po e shyrim në çdo shtune në Zvicër, edhe pim qaj që aty e rri me bëjmë api. Kush po e merr iniciativën me më lëshua, më shiku? Për besë unë e kom qef ma shumë me të këshyrë kjo, thot të alëshojmë boksin e dish, se ma rrezik shmëri. Ka qef bëksa, ku I sholla nuk e kam suna I stil, nuk po e praktikon. Je meqme, je letrime, më thamë që si vajzat të me pas Kosova, shkojsh për vizitojsh fshatrat, po vizitojsh mirë, je shumë e qelte, shumë e sinqert,
Edhe dojmë na krejt familja. Edhe në krejt Kosovën e du, që shkejt pa shërë jam. Tash je bo bie krejt Kosovës. Po, vallaj. Që tash Ku të më zanota, unë më shku me bo konak. tash mos çdo fshat ka 5-60 shtëpi thati, ka hyrë ku dush. E risa dush se kush vet. Edhe na si shikus kemi fatin që i keni kriju një emision t'il, se kemi pas nevojna. Tash 2000 kilometra i në Zvicër, gjdo ku i djetë orarin që keni vizitat që i boni, po ju keni emisione shumë të freskëta, gjithmonë. Gjithmonë bëjo. Rëdzona për plasë, në që ashtu e qesë, nuk e kam dertë. Po ma mirë. Edhe i Grand Traktorit. Mo ke tekin ke traktor, po më duket të ma bleni traktor. Kur po të qëmë traktor, po fillojmë që kjo është shumë e pa kompleks, pa komplikune. Edhe që as flija, ku i keni brumin? Ku i keni soqat? Se kom ditë si vish, se Po bojmë do për ta i ka. kisha bënë për ty. Po valla. Nështë më më inkuadru. Njo me fshis, nuk ka mujtë se kum prej kur, Ska rrita? jo s'ka rrita la, edhe gjama me la. Edhe tani janë kohët ka njerë thot, jem lo, pse? Kum la shumë gjama, po le nesër. Nështë ta mendon adin thot, mos pja nisë edhe kuj bashkë. Unë se ko mena me nisë. Për gjama e për me fshi jo. Kjo nëse në nështë tajni më i ka pak, se ty ka pak. Unë ku punu në hotelleri edhe ja kom pak zanat për me kuzhine me këto ka pak marvesh pak ma shumë. E salata, diçka që të me lehtësu. Leta diçka, di si... Unë bashkë salatat për tëj. Po, shumë faleminderit që keni gjetë kohë, keni ardhë, edhe emisioni juj duhet për krajën tonë, edhe duhet se po na freskoni, na kur jemi në Zvicër, shojmë emisione edhe një vete si më konë pjesë marës të këtu. Se malli na merr gjithë. Edhe ideja e emisionit ka qenë e tillë, fillimisht për mërgjimtar, por edhe për këta këtu çka janë. Po mërgjimtarët pak më ngjall nostalgji për rrugicat ka në Folë rrugë se ka tani të kur shku. qënë kamera, folish ma shumë. Edhe thysh deshta me thonë këto, tash thuje që ki me thonë. Nëse ngocë. Jo. Pjesë e jetës. Do në me thonë ajsan le thot tash. Jo, Tani thuj mos të ma qanë kryt. po, tani më sa nisi jo kështu. Si je mrekullueshme. Faleminderit shumë. Unë jam i mrekullueshme bashkë me juve. Ju më bëni më të mirë se që jam. Ti e shtylla numër 1 e tani na jemi mrapa. Ju tani jeni përforcust. Ideatori i emisionit jeni ju. Edhe inshallah pa dyshim që ka sukses, po inshallah gjithmonë e ma shumë ka. E rriti stafin, bëjsh vendin më të mirë, e ma shumë hapësh edhe... Që ky emision është deshte është si obligim me këqyrë. Na deshtëm s'deshtëm e kemi obligim. Se i ki qitë në të emisionin tonë shumë fshatra. Shumë, edhe tash njëni prej tynere është e pa mund. Pse të shkoj unë, du me shku me një fshat ku e di unë atje ka vushtëria, ka lipjan. Po thëmë, po e lëshojmë një emisionin, ka tu një jem, po e lëshojmë një emisionin, o toni po shkojmë. Shumë pak qysh është, e te këtë që njerëzit e te Edhe ju i shkojnë. vizitoni do vende pak ma të mira që neve na interesojnë. Kur ka vende të mira që ju vizitoni, na kemi derën qeltë me shku. Me vizitu se është pasqyrë, ju jeni si pasqyrë e këtij vendi. Një një e para që hi mbur, i lo shenja tani prapa me. Si Arusha. Ju falenderoj, miqtë e mi, e përmbyllëm këtë pjesë në një familje super të mrekullueshme. Na pritni edhe për pak qaste brenda fshatit. Faleminderit shumë. Vjen mirë si të fash. Edhe mu shumë. Faleminderit shumë zoti ju dhash bereqet. U pafshëm për të mirë. Inderon. Shumë shëndet, suksese, çdo të mirë në jetë. Faleminderit gjithashtu edhe Kaloni mirë me të Të mirë. Fola Faleminderit krejt shumë. vend Zvicër. Faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve gjithë. Sot, kjo shku në për stalla, pleq ku ka. Gjithka shkojën e Ha? I madhe i vogël ku është që me thone. Allol të koft, edhe pse e shkollu, e ki gjithë vetin. Me një program të mirë. Ju jeni ata që e bëni Pizonit programin e po gjo. mirë. Ha? Ju jeni ata që e bëni programin e mirë. Me të vërtet, a jam më shumë që zot, unë po të mirë. S'ka lidhje, fal. Qena Unë njerëz vje jemi. mirë, me të vërtet më vje mirë se kur shoka njërë në për do fshatra, në për bjesht, në për asi i vizitojsh plesht, kënaqsh aty të këshyrë. Sa shku kur kërkush. Pasha zotën po, biloj po. Po mundohemi. Inshallah, ju nimon Allahi, edhe pas shqipe që ju nimon se ku t'i bësh hizmet një punës, E vërtet, e vërtet.
Vjen mirë që u po. Shumë faleminderit për ishte shumë kof që doni knatësi. me pinë ai kafe në Zoti ju lonjën dashur e diçka. recept se Kom respekt për programin, sidomos në zoo, kur më folish, gjithë kesh me pleqe me... Unë që t'jem e busqesh me kështë. Shumë më vje mirë. Me njerëz Si të mirë. gazetare, do mund që drejtim që e ki, bash për lakmije. Jo do politika, As debati, më ka mërzit edhe televizori edhe debatet si për cjellë më ishë. Qështu në program në YouTube, në program... Diçka ma relax. Po, Me po ma shumë natyrë, njerëz të mirë. po për zotën. Jo. Ju falenderoj Shumë shumë. faleminderit edhe për juve që keni ardhur, e keni vizitu këtë fshat. Për neve është kënaqësi me qenë në një fshat. Jeni të mirë se ardhen. Faleminderit shumë. Ku do që jeni, ma merë me, është fshat shumë mikë pritës këtu. Ku do që jeni, më së thuja bon me i, lirisht. Ashtë kështë nuk i vetën, ku do që Po e shkoj. ti që i dhe zhvjes. Jo, me çfarë, ne tash i mboj krejtve. Kjo është për nori. Çokoladë. Qofse e qitë punën e me pine i kafe, unë e kom ja pagujt juve. Edhe mos më dosh konë bërë qet. O, edhe mos me kon ti unë i shkruajnë emër të O, nonës. pasha zotën po. I shkruajnë emër të nonës, nuk e kam problem. Jo, jo, në më nonës, e dirë kjo kusërinje kom, unë i paguj. Faleminderit Për juve, shumë. vë që më dilni fshatat me vizitu. Faleminderit shumë, respekt. Se Nuk ju dosh bërë qet. kemi, veç vetë kemi, unë jam gjeneratës gjatë e po, veç unë me bashortën jam. Këtë në gërbet. Se ma mirë që i ki ngurve. Jo, ma qëfarë unë përkom që me pa nipin e mesën e zi e shka atyra. Po ki që, po qa me bo dhe Po, porët jo. po na u dëhen. Ma pare, kërkush, jo, Po ta me kush i mështi ka mu. marok porët. A, kur flosëm për porën, do të mund. Çdo kush i ka marok porët, ama parja është kur ta bësh një jetë normale, me pas nipin mesën, e kom një vajzë të martume, unë çdo 3 ditë shkoj i shoh nipin e mesën. Kuptoj, nuk është parja gjithë shka, po kem qef pak me bo shaka, se normalisht ju mungojnë familjarët, tash ju djemë ti kene, a? Ja. Gjem të vllaznien që 40 e kusur vjetë. Unë që jeta po jetë Unë shumë pi shpejt. 16 vjetëve këtu që të më të vesë se kom lëshu. Se nuk i ke lëshu? Babën, nonën, Ah, po, kujdesin ndaj tyne, Po. t'lumt. vjetë kom shku, më kanë marrë ata djemë të vllaznive, tha hajde një mujë, një 2 javë kom ne, thash tretën javë, apë më nëzirë një biletën në kom do më nisëm. Nuk ishte për ty, ja? Kur se kom lëshu, kur s'kom dalë. Jem mësu këtu, dalë i një krejt, mërzit në këtu, dalë në për fush, kemi fush. E vërtet. E qojmë mirë, shumë e qojmë mirë. Po bre, ishit shumë bashku me zveti. Shumë e qojmë mirë. Kjo ka shumë rëndësi në një fshat. Edhe po besoj që i ndihmoni njëri tjetrin. Në i fjallë, unë për herë të parë, do me gazetarë për ri, po kom respekt për ju, në i fjallë, i që ti më se qyta ty. Veç fjallë miradije ke fol. Ha? Veç fjallë miradije ke Vallaj, fol. unë e kom respekt për tyje, sidomos shumë se të për qjeli, që shkojsh dhe për fshatra, i mësësh dirë, a do një misafir, hish, ku jo? Babam. A është të lupt, atë, që ashtu ish. Ju s'ka lidhje. Po do po, Ku do që shkoj se shqiptar? jo, dikush do të, man ka të unë qëvar, aty në shadërvanë, syzat, kune dilit i qetë, është Jo, dhe një qësë syzat se Ani. më pengan djeli, valla. Po, unë i qetë syzat, edhe këtë djalleri i qetë syzat, po, syzat janë për më t'i mbrojtë sytë. Po, unë në moment që s'ka djel, i largaj me një. Po, shumë okej, shumë okej. Shumë faleminderit që i keni vizitu këtë fshat, se vinë tu ne, kur të ka ne fushat, vinë gazetarët, ama kur të ka për fushata. E unë bashkë që atëherë nuk dalë. Po, për që ato unë po thëmë kom për respekt për juve. Faleminderit që na keni zbukuru Ju ditën përshëndes sot. Ishte me të shumë mira kënaqësi. e me gëzime. Kameramon. Pofshim për të mirë. Kujdes. Po mi bëni mësysh. Faleminderit që miru pofshim. Faleminderit, ja të klik do me mratu pi. O, ka dalë burte për fëndaj fjallën se kështë të fënë. Faleminderit shumë, po kena pi shumë. Miru pofshim, gjdo të mirë. Loken, ja kem shti sot këti katuni, këti fshati. Shefeni sa shtepit e bukura, një fshat shumë i lezet, shumë ecë dorën ti në trotuar, kallëzë pa kulturë. Do të me e komentu pjesën ku ndodhemi momentalisht, jeni të e po, pak për mësyshe pas, ka nuk po më pelqen, mbeturina, përveç kësoj, ka lënë kështë batall me therra, u afruam edhe pranë një tjetër lokali, kafe bar, gjithsesi nuk po shkojmë, jem të i po
sa na shkoj dita në kofe, por që njerëzit ishin shumë të mirë. Isha tu i komentu shtepit e bukura. A jeni si jeni? Me shëndet? Mirë, krejt jemi numër, jo? Nga pak, jo? A jeni mirë? Gazetari jem, po. Katuni jem. Po, u kry, pa merak. Miro pafshim. Faleminderit shumë, po sa njerëz të respektumëre që janë. Sa bukur i pas kanë ulcet. Mund në mes të trotuarit ulcet, nuk mundem pak pa jau bo me shëndet. Qumë i Dorontin se si kira në të mullë me pushu. Qumëre se përshëndetje. Vallaj më haver zi që kam thehesh veç. Hajtë përshëndeta. U afron, shkolla kjo? Sa e bukur, sa e lezetshme. Jo, në fakt shkolla është tjetra e kjo, do shta palestra sportive. Fiks. Bujqit lavrojnë aren. Pra, edhe në këtë fshat, mirën me bujqi, sa bukur me i po baktit të kullot, kështu o që kam pëlqen. Kemi mbet sot shumë vonë, ora ka shënu dikun 17 mas ditës, por që tash është gjatë dita, edhe mundemi me nejtë sa të dojmë. Hajde po shkojmë drejt shkollës, po i marrëm pamjet nga objekti, jam të i po edhe në zoncat që janë në bërë. Gjithandej njerëzit të punu, po besoj që ondi tash veç i ka pamjet. Në zoncat kanë fillu me tho Dorontina. Hajde, kush ma boni me dorë? Si posh. Qëta shë shkojnë e pak? Pretëm ne qëta shvi? Në komek një. Shkolla, objekti shkollës është një objekt shumë i lezetshëm. Ne nuk po hymë mrena, por nga jashtë po e komentojmë, përveç kësaj është një gjallëri shifeni në zoncat. Po besoj e kanë përfunduar orin e mësimit, por që kanë dalë me lujtë bashk. Futbol e pas kanë edhe pjesën e fushës. Pak para që të rëzik të kishë pas do bori sintetik. A kishë kry punë? Dhe qysh e kam atë fobin, qysh e vogël i bëjshëm bregujt varë pasha zotën, veç me menu më dhomin. E tash kushtet janë mandrës. Qka tjetër, ishte edhe palestra e sportit, ajo e bardha, e pot, pro kjo është pjesa cilën e komentum sera tash, sa sera jenë këtë, një 4-5. Bujqit kthehen nga lavrimi i orës, njerëzit gjatë gjithë kohës, pro janë në lëvizje, ka pjanë bojnë bre? Ndot se publiku nuk me gëny, që të shpia që ka jeni të i po, veç këqyrni. Po besoj pamjet janë të mjaftueshme, me që njerëzit sot në kanë prit ekstra mirë, njerëzit ishin shumë bredoshtëm, shumë doshtëm. Ka pas fatin kush më ka shkru edhe e kam po mesazhin edhe ka mordh. Në fakt nuk është që e kësha ndëgju këtë emër të fshatit, por që e kemi kalun një ditë super të mirë. Po shkeputemi edhe pak, po kalojmë në pjesën tjetër, a mos të thëmë të fundit, po të bo. Po më thot hajde se po shkojmë, po i përshëndetëm edhe qëta në shpejtësi drites, se a i bukur kje pomja, përveç kësaj shtepit janë shumë të bukura, edhe kje shtepia ku jemi të shkoj shumë e lezetshme. Edhe i kam gjetë të punu, fiks kështu që shumë kam qef. Puna më barë, qëre mëre kje para juve po del. One ju po shini të ushty cili me dal me fol, a? Puna më barë, si jeni, ajni mirë, ajni lotë që shje. Ju mirë? Mirë, falemderit. Shumë mirë, si jeni? Mirë, falemderit, Dorontina. Ecë më rafra më prej largu për shëndetje, ma dorën mirë. Si jemi po me plumbe. Po s'ka lidhje, kjo lohet. Ku kuptu që nuk se o konë të frizerka? Ku e kuptu që nuk se o konë të frizerka? Në bos vetullav. Apo? Ku pritet atë moment?
Dhe më thonë, e kam gjetë kështë të regullume, a? Po sa puna për frizerkës, po. Unë ta kësha rekomandu mos me qu shpesh të frizerka, po, se pse? bukuroshe koka. Jo, shumë e Se bukur. tani në vetë janë qef, Po, së të normal. ngonë sen. Normal. Mirë jeni familjarë Si po e kaloni? shkrejt, Shumë mirë. me shëndet, që shpo kaloni që po Mirë, me boni? shëndet kur zho kemi anë pushime, jemi pa kohë. A, pushime. mërgjimtora? Po. Më shkaj dita sot të Si folim me mërgjimtora. mërgjimtar, jemi gjysë mërgjimtar. Që dhe më tha ma shumë rëni këto, a? Edhe këtu edhe atje, po. A ma mirë këto atje? Ja këtu, kuptohet që këtu. Kjo pyetja e famshme. Ja, ma mirë këtu. Këtu është shumë mirë. Natyrën E po gjithat mirat, s'ka këtu ma mirë se këtu. Kosova ka ndryshu, ka evolu njerës, dhe natyra, çdo gjë ka ndryshu. Hajde që të shoqe me të pyti diçka. Hajde që të. Që shpo kalon? Shumë bukur, u knaqëm, sinqerisht, a? Shumë po foli real, shumë bukur. Po ju mërgjimtor këtë real folni. Jo, jeni të pa djallëzum. Me zemër gjërë. Ashtë të sinqert më dukni, ta ashtë as gishat si kem njësoj, që një po më del ma gatë, një ma shkurt. Bukur, njerëz të mirë, njerëz të dashur, standardin rregull, çdo gjë po shkon perfekt. Unë nuk e di pse këtu ankohen vendasit. Standardi jo, va juni. Ju je. Qysh jemi, mama, një motër më së gjena se gjithë ditën një më shku poshtë e për pjetë. Po e ke punë, edhe ne bëjmë një punë. Po tani shpenzimet vetëm. Në rregull ti duhet t'i pagush ato patjetër. Po duhet t'i paguaj, po ku t'i marrë? Se në fund artikulohesh me gjithat mirat, kur vjen muji. Aty është problemi, ti punon, po në fund çdo gjë e konkretizon si është më smari, më smiri. Ne vim çdo muj këtu, pse vim çdo muj? Se shumë çdo gjë në rregull. S'di pse ankohen këtu qytetarët. Jeta e lirë, jeta e mirë, jeta e dashur, respekt, dashni, mirësjellje. Veç jem të e këshurë seri që të grunë tonë. Apo dokot se ju vetë nuk ja dini vlerën. Që 13 vjetë seri. Gjithë kështu i seri. Hajde ullu. Zotë ju dhash për recet, Jo, papi kafe s'ban, hecni. Qysh mu i zbën, po të me mrot lege, më qënë ti mu të miko. Gjithçysh. Me 4 treguca. Po çdo familje po jeton mirë, çdo familje ka standard, ka një shtëpi të bukur, ka një punë fiks mas pari herë, edhe bashkëshorti, edhe bashkëshortja. Do me thonë, ndoshta nuk punon gruaja faktikisht, mirë po burri ka një rrogë, ka një biznes. Imbulon. Po. Mandej nëse janë bashkësi familjare, punon o djali o nusja, që këtu mbulon shpenzimet jetësore. Edhe çdo kush e ka një oborr të bukur, një shtëpi të bukur, që në perëndim këta rrallë kush e ka. Ja, qanë se kam shtëpinë e bukur. Ja e ki, unë e besoj që e ki. Në Kosovë nuk shoh që dikush ka një shtëpi jashtë standardit. Kër ka burri, kër ka gruaja. Besa ka dhe nusja. Me civilizim e emancipim që tash ka fillu shumë. Tash ka virrat mira edhe vjerrit mirë. Nusës i japin përparësi për çdo gjë. Kjo është shumë mirë, një emancipim i mirë, nuk është si në kohët e mëhershme, mirë po ajo dihet. Kohët e mëhershme ka qenë pak ma vështirë, se puna e financa, pak kanë ekzistu disa prapambetunina, mirë po tash unë shoh civilizim jashtë mase. Shumë bukur, jeta po shkon shumë mirë, qa ka të keqe? Perfekt. Qa ka të keqe, çdo kush e ka një shtëpi të bukur, një borë të mirë, shëndeti i mirë, ti del në qytet e shohish rinin të vlu. Gratë i shohish të rregullune, të nëresne, ajo bëhet pe i qefit, pe i dëshirës ai rregullim, nuk bëhet pe i vujtjev. Ta kemi këto parasysh, a? Nuk di pse mediat atë shumë egzagjerohen e folin keq, e ju gazetarët. Du ta keni parasysh, mos egzagjeroni gjana që nuk janë vërteta. Unë egzagjeroj veç mirë, në përkatume nëse të ka rastis me po emisionin, unë veç sene të mira mundohna me egzagjeru. Edhe mundohemi me pasqyru gjona të mira, brenda fshatit që jenë, në gjdo fshat. Ka po një 80%, parameno 80% kur janë mirë, qëto në fshatin tonë çdo kush është mirë. Unë nuk e di, a Muhamet ti që je çdo heri përhershëm këtu. Ne vim zakonisht çdo muj. Muji nuk shkon, ne vim me bashkëshortin, me fëmijë këtu. Pse vim? Çdo kon rrethëkohemi me gjana dashura. Mas pari herë me dashura, me respekt. Kemi mirëqenie me çdo kan, edhe ata me ne, edhe na me ata. Me krejt lagjën,
fshatin edhe të gjithë për rreth. Nina këtu si në familjen teme kur në fshat. Ku i gjete për kitë nëse? Në qafë në mure. Pitjem kon. Ha? Pitjem kon. Valloj, inshallah dehen këtë si ju. Ti para meno, tash vinë për shembull kushërit, gratë kushërive të burrit, na folim, keshim, kënaqem, askush nuk ofendohet ndër veti, askush nuk ja vret dikuj zemrën. Ajo ma kryesorja. Kjo varet këtë çka qëtë prej goje, çfarë fjalësh, tash ju ishet. Gratë mira, Po. gratë nivelit, gra me karakter, rritin fëmijë të mirë, edukojnë fëmijë të mirë, majnë shtëpia të mira, majnë higienë, majnë artizanate ndryshme, gatojnë, ambëlsira, artizanate ndryshme, punojnë, si me qenë me një universitet. Jemi me shtemi fare në fund, qendra mjekësisë familjare, nga këtu përfundon fshati. Hajde po largohemi shpejt, nga këtu po përshëndetëm edhe me juve. Para se me u përshëndet, unë po du me i falendru për zëmërsisht banor të mrekullueshëm që na e kanë zbukuru ditën sot. Faleminderit me dvecit bukur, faleminderit shikues, takohemi në fshatin e radhes. Mirëmbëngjes.